Kanë dështuar sërish përpjekjet e pushtetit qendror dhe atij lokal për të shmangur derdhjen e ujrave të zeza në plazhin e Durrësit. Këto janë pamje të marra nga plazhi i Golemit, ku tubacionet e ujrave të zeza derdhen drejt për së drejti në det, në mungesë të gropave septike apo rrjetjeve të mirëfillta kanalizimesh, duke kthyer këtë vijë bregdetar në një burim infeksionesh si dhe erash të pakëndshme. Ndonsa autoritetet lokale të mjedisit kanë shprehur vullnetin për të shkatëruar tubacionet dhe hipoklirimin e kanaleve të hapura, 3 nga 5 implante të filtrimit të ujrave të zeza që shkarkohen në det nuk janë vënë në punë. Ujrat e zeza në det janë pa diskutim dëmshme, prishin ambientin. Na merr frika me i fut kalamojt në det, mirë vetë s'po po edhe kalamojt na merr frika shumë, mi fjalë me i fut në det se infektohen për bon me puçra e me. Nuk është mirë këtu, të ngjitur, s'ka 10 metra larg, gjithë ujrat e zeza vazhdojnë të hyrë në det. Vjetu premtua që u vun filtrat, janë të rregulla, po faktikisht është që populli i sheh me sy që ato përsëri derdhen det. Vija bregdetare e Durrësit është një nga pikat më të afërta të kryeqytetit ku shumë pushues zgjedhin gjatë fundjavave të kalojnë pushimet. Me sa duket, investimi nisur për deporatorin e ujrave të zeza do të jetë gati sezonin e ardhshëm, e ndërkohë pushuesit për këtë sezon duhet të përballen me situatën e erës së rëndë dhe infeksioneve të mundshme.